e kemi edhe emrat muj mi përmenë se duhet më rujt njerëzit. Kemi më prezren Burdushin që haptëzit të regon se unë jam qaj. Edhe plot njerëz ka edhe prej neve që nisën edhe shkojnë atje se shërimin e kisha i ndorë. Me qka shëron aj? Aj ja ka dhon besën shejtanëve, se ko me punu që shtë thoni ju, ama do të mirë me vesh. Ju punoni pak për mu, unë punoj për juve. Nuk ka problem, çka po don ti? Unë po du dynjajën pe du, pare po du. Ju vesh kryni punë. Nuk ka problem. Edhe shejtani i ndihmon. Ka kontakte me shejtanin. Kurse njerëzit e tanë, të cilët ndoshta kanë sprova, nuk po them se s'kan sprova, po më njëherë kur ta ndëgjojnë, ishte valla një njeri të shkojmë atje sa e po fryke. Me çka po fryke? Ja me Kur'an, ja më kështu po të bëj ka hajër. Ta ai s'ka hajër. Sa ai ja ka dhënë besën shejtanëve që çata njerëz rregullisht me mi prumuje këtu. Një vjet shkon mirë, mas një vjetit hala ma bet, mas një vjetit apet, a i shkon i jep 10.000 euro, 20.000 euro, mas një vjetit apet që ashtu, deri sa ta takoja Allahun Gjeleshanu, edhe uzubillah, tu i besu burdushit apo magjistarve tjerë. Nuk ka këtu lëshem heq. Këtu edhe i familjes mu konë. Edhe ato cilën e ki ndorë, duhesh me ndalë me forcë, mos me shku. Po bëj ka hajrë, nuk bën hajrë. Dbindem njëre për gjithmonë, magjistari nuk bën hajrë. Pse se pejgamberi alayhis salam ka urdhnu, thot magjistarin prej njëri kokën me njerë largone, pse ai bën i bret, bën në popull, e hum popullin, e hum bimetin, i shtin njerëzit me besu në diçka që nuk është e vërtet. Prandaj dhe Allahu Gjeleshanu po na urdhnon këtu, po thot, a doni me marr ju si mbështetës shejtanin edhe pasarzit e tij? A kur e dini që unë jam ai që i kryj punë, unë jam që jap smundje, unë jam që jap shërim, unë jam që jap rrezik, unë jam që jap fukarallok, unë jam ketone. Ju tash atë dikon tjetër po doni me marr. Jo, po shejtani është i krijuar. A është i krijuar, Allahu e ka krijuar ato. Prej zjarrit. E tash mu ju mbështet në atin edhe me lon Allahun Gjeleshanu. Thjesht shembull, po shkon ti me bleni kerr te një person i cili e ka rregulluar çat kerr, çat makinë. Edhe ti pe marr makinën pa harron mo krejt ato që ka rregulluar. Një ditë po të prishet makina. Ku duhesh më kthy? Duhesh më kthy te ai person që e ka rregulluar. Duhesh më kthy te ai personi i cili e ka qit ndrit që ato. Edhe na nuk duhet më harrojmë ato. Nëse harrojmë, vjen dita që e përkujtojmë, po bëmë aki, bëhet pak vonë. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Nëse lexon Kur'an, fasta'idh billah. Bon a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ai nuk ka sultan, nuk ka fuqi ndaj atyre të cilët besuan edhe në Zotin e tyre u mbështetën. Kemi pa me sytë ton njerëz, të cilët mundesh mi thonë se ai ka qenë ndërmjet jetës edhe vdekjes. Çaq. Edhe ke mujt me përshëndet lirisht hes te para. Edhe i kanë ofruar diçka shko te një person i cili fryn edhe është në rregull. Gjithçka bëhet në rregull me ty. Ka thonë jo. Ma mirë po vdes që shtu Allahu që më ka shkruar, se sa mi besu dikujt tjetër. Pejgamberi alayhis salam thot kush i beson magjistarve, thot nuk është prej ummetit Muhamedit alayhis salam. Edhe vallahi brenda 2-3 ditëve është përmirësu. Edhe çka është më interesante, ju ka përmirësu edhe pamja atij. Ka qenë njeri i shëmtuar, u bë njeri i bukur. Kto po them prej përvojës cilën vetë kum pa. Ju ka dritë në fytyri ke pa atij. Pse ka orë deri në qatë sprovën e fundit, ku me këshur qëfar imani ki? Se sprovët Allahu Gjeleshanu nuk i sjell vetëm se me denu në këtë dynja. I sjell edhe për me të provu sa është imani juve ma. Me këtë sprova, ju në marë pejgamberët e Allahu Gjeleshanu edhe evlijat e Allahu Gjeleshanu. Ata ju në sprovu me iman, sprovon Allahu me iman. Mu jo, se inshallah sprovohemi në këtë botë për në botën tjetër mos me pas dënime, ama me pas që sprovën, që ta shohmi sa imanin ti e ki të fort, këto e bojnë vetëm se njerëzit e mëllaj pejgamberët evlijat e Allahu Gjeleshanu. Edhe ky person brenda 2-3 ditëve u përmirësu krejt. A ke para 2 ditëve në spital, aske nuk e kemi njohur. Pse? Yatawakkalun, ju kanë mbështet Allahit. O Zot, në ty po mbështet, na që s'po lypi ilaç që të kont përveç se në ty. Kur të them ilaç, në këtë kuptimin këtu do të thosh shërim prej magjistarëve. Se ilaç duhet me lyp. Kur jemi smut, marr mi hapa, se ne kontrollojmë veten, kemi obligim ato. A mu me shku te magjistarët, me ju besu atimve, edhe me marr prej timve shërim, mos harroni se
nuk është e mirë, që keni mundësi, ndaloni me forcë fëmija juve, familjet e juve. Që s'keni mundësi, këshilloni derisa ju bëhen të lullësëm të ikve se s'po du me të njohë kush je. E atëherë vetëm se vazhdon puna jote nënën tjetër, e atin nënën tjetër. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Tash vjen kuptimi i kësaj, për shejtanin jemi të fol. Thot vërtet ai nuk ka kurfar fuqie kundër atyre që besuan dhe janë mbështetur Allahu xheleshan. Kjo që tham. Po kush po besoj këto? Thot mbi zotrimi i tij është vetëm mbi ata që përkrahin atë shejtanin dhe mbi ata që për shkak të tij u bën idhujtar. Për shkak të shejtanit u bën idhujtar. Ka shumë njerëz të cilët në rregull ka qenë gjithçka me ta, po duke pa mundësinë e kësaj dunjaje, se do t'i vije përpara, ai ka bu marrëveshje me shejtanin. Mënyrat e marrëveshjes dhe kontaktit me shejtanin janë mënyra sekrete, të cilët nuk i din njerëzit shumë. Po ka prej tyre që shejtani vezvese tu i bon në kokë, i tregon rrugën për me mri deri taj. Po çka është më e keqja? Se këta lloj magjistar paraqiten edhe si musliman. Po na me musliman jemi, na s'ka problem. Amo mi thonë magjistarit, thuj audhu billahi mine shejtani rrajim, ja pret kryen kur nuk thot. Nuk thot kur hiç. S'u thot këtë fjalë, se me qëto i shkëputët lidhja ati me shejtanin. Si të thoj audhu billahi mine shejtani rrajim, shejtanët e largojnë. Thojnë heses shoh me neve s'ki punë. Pse? Se ndikon drejt për drejt në ndikimin e shejtanit tek ti ose tek populli. Nuk mundet më thonë.